ma thonë atje se cili njeri punon, shkon shtëpi, këtu e kia të grotësinë, shoqërinë, dhe ma thonë mundesh me dalë kur don jashtë, për kafe, me marrë në pije. Me fjalë tjera mungon pjesa e socializimit, dhe ma thonë, shoqërisë. Kur vi këto, kam dëshirë me bredh rrugëve, me dalë me hec ka kum hec si e re, po nuk e kam guximin se ka shumë trafik, janë rrugë shumë të mbyllura, kështu që kisha pas qef që me pas hapësirë ma shumë, me i kujtu ato nostalgjik e rinisë. Se unë e kam shumë kujtime, kuptohet që ndihemi shumë mirë nëse Kosova, vendi jonë mendon për neve, se ne gjithmonë kemi mendu për Kosovën, edhe mendojmë edhe kemi dëshirë me sjellë ma të mire në vendin tonë. Kështu që është shumë veprim i mirë që po mendohet për neve, po kisha dashur të mendohet edhe ma shumë. Që ne kur të vimi në vendin tonë, ndihemi si jemi në vendin tonë. Se ne jetojmë dhe veprojmë në Suedi, atje ndihemi të hujt, po edhe këtu kur po vim, po ndihemi si të hujt nga njerë. Po jam shumë falenderuese ministrisë e shtetit tonë që bën ma të vogëlen për neve dhe uroj që shteti jonë zhvillohet sa ma shpejt, sa ma mirë dhe kultura e Evropës të sjellet këto në Kosovë. Mundohna me qenë jo objektiv, mundohna mi pas sendet ndoshta ashtu edhe qysh janë. Nuk ballafaqohna me problemet e qytetarëve të Prishtinës. Për 2 javë, 3 javë ditë mundona gjithçka me pa mirë. Po mund duket mirë. Keni familje të afërt? Po, kam familje. Dhe atje jetoni me familjen tuaj të ngushtë. Familjen time jetoj në Amerikë. Por gjithsesi e kaloni mirë në Prishtinë kur vini, shëtisni dhe komuna tjera apo qëndroni këtu? Kryesisht në Prishtinë, shkoj në Shqipëri pak, ndoshta edhe në Prizren, kur qilloj për do ku fest apo diçka. Ndryshe mirë. A mund të na thoni se apo bën mjaftueshëm shteti ynë për mërgatën? Po ka aktivitetet ndryshme që nga ana e qeverisë, po ashtu edhe Ministrisë Punëve të Jashtme, edhe nëpër komuna mendoj se është në një masë e konsiderueshme ajo çka po bën për mërgatën, por ndoshta edhe aktivitetet apo tërheqja e investimeve të huaja apo nga mërgata këtu direkt të investojnë në prodhimtari ose në gjëmi që shtojnë punësimin dhe të ishte edhe ma mirë. Mund duket shumë interesant, edhe me njën jam i impresionun, ka shumë produkte, edhe produkte cilësore, cilat mund krahasu me brendet e Evropës, besoj, sidomos verat edhe produktet e tjera bujqësore.